Joshua sapo bëri gabimin e jetës, nënçmoi një shqiptar. Menduat se Anthony Joshua e ka rrugën e hapur drejt Tyson Furyt? Gaboheni rënd. Më 25 korrik, në Jeddah të Arabisë Saudite, ylli i botës do të përballet me bishën ton, Christian Prenga. Joshua po e përdor këtë duel si një ndeshje nxehje për super përballjen e nëntorit, por ai ka harruar një detaj. Christian Prenga nuk është këtu për të dorëzuar. Boksieri shqiptari hyn në ring me një rekord të frikshëm, 20 fitore dhe të 20 me nokaut. Më zgjodhën si nxehje, por do ta prisha të plan, e garantoj. Kjo ishte deklarata e Prengës që dridhi kampin e britanikut. Ai ka parashikuar madje se do ta rrëzojë Joshua në raundin e 10, duke u bërë njeriu që do të shokojë mbar opinionin sportiv. Për Prengën, kjo nuk është thjesht një ndeshje, është lotaria e jetës, me një shpërblim prej 1 milion poundësh. Por për Joshuan, një humbje ndaj shqiptarit do të thoshte fundi i ëndës për titullin kampion dhe humbja e 250 milion poundëve që e presin me Furyn. Tani ma thoni ju, a ka fuqi Christian Prenga ta rrëzojë gigantin Joshua dhe të ngrejë flamurin ton në Jeddah? Shkruani Prenga në komente nëse jeni me boksierin shqiptar dhe bëni follow për të mos humbur asnjë sekond nga ky duel historik.